Llogarisim pjesëmarrjen në përqindje të elementeve në njësinë formulore të hidroksidit të aluminit, duke ditur që masa molekulare relative e hidroksidit të aluminit është 80, masa atomike relative e aluminit është 27, e oksigjenit 16 dhe masa atomike relative e hidrogenit është 1. Në thjesht pjesëmarrjen në masë të shprehur në përqindje për elementet pjesëmarrëse në njësinë formulore të një komponimi kimik, e llogaritim duke shumëzuar numrin e atomeve të atij elementi me masën atomike relative të elementit dhe këtë vlerë e pjesëtoj me masën molekulare relative të njësisë formulore dhe tërën e shumëzoj me 100 për ta shprehur në përqindje. Duke i zëvendësuar vlerat për numrin e atomeve, masën atomike relative dhe masën molekulare relative në ekuacionin e sipër, shohim që një atom i aluminit merr pjesë me 34.5%. 3 atomet e oksigjenit kanë pjesëmarrje në masë të shprehur në përqindje prej 61.5% në njësinë formulore të hidroksidit të aluminit dhe 3 atomet e hidrogenit kanë pjesëmarrje në përqindje prej 4% në njësinë formulore të hidroksidit të aluminit.